Mori pandehur nga SPAK, reagon Meta, mu komunikua me urdhër Edi Ramës. Ish presidenti Ilir Meta ka reaguar pasi është marrë zyrtarisht i pandehur. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet për presidentin e Partisë së Lirisë dhe ish bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi për dosjen e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe çështjen Çezdia. Metës janë komunikuar nga SPAK akuzat e korrupsionit, pastrimit parave dhe fshehjes së pasurisë. Me anë të një postimi në platformën Facebook, Meta shkruan se direkt pas farsës elektorale është komunikuar marrja si pandehur me urdhër të Edi Ramës. Ja dhe postimi plot. Të dashur qytetar, antar dhe simpatizant Partisë së Lirisë, sot siç e keni ndjekur nga mediat, por edhe nga sqarimi publik i avokatit tim të mirënjohur Kujtim Cakrani, fill pas farsës elektorale, siç edhe prisja, mu komunikua me urdhër të Edi Ramës marrje si pandehur. Është e qartë se më shumë se 7 muaj pas rrëmbimit tim terrorist, si preludi vetë terrorizmi intelektual të zhvilluar në publik dhe akoma më shumë në nëntok, do të ndodhte pikërisht kjo që ndodhi sot. Dua t'ju sqaroj se nuk ka asnjë episod i ri përveç fletrufes, pa asnjë fakt apo provë penale që u firmos me urdhër të Edi Ramës, jo thjesht për rrëmbimin tim politik dhe terrorizmin e antarëve dhe simpatizantëve të Partisë së Lirisë, por edhe për rrëmbimin e vetë Partisë së Lirisë dhe të siglës së saj. Kauzat e Partisë së Lirisë janë më të forta se asnjëherë ndaj pres me padurim, nisjen e procesit të gjykimit, që ky proces të vërtetojë edhe një herë se Ilir Meta në të gjithë jetën e tij publike ka qenë shembull i respektimit të ligjit dhe kushtetutës.